E po si që thash, kjo privet do tjetë për plot e mbushur, po e nisi me një yll kosovar nga Kroacia. Tashmë të gjithë kemi mësuar emrin e tij, ai i cili u vlerësua shumë nga jurit profesionale. Nuk mahniti vetëm kroatët, por të gjithë ata që e përcollën paraqitjen e tij me një zë aq të fortë, kumbues dhe të ëmbël. Ata nisën të kërkojnë një yll kroat, por në fakt ishte shqiptari që shndriti. Mark Marku para ca ditësh vizitoi Prishtinën. Çfarë po bën ai, si po ecin punët pas spektaklit, me çfarë po merret tjetër përveç muzikës, të gjitha këto na i shpalos storia në vjem. U rrit në një familje muzikantësh që inkurajuan për dashurin ndaj muzikës. Hanin e qeshi, e qonim dashuri. Nuk është për t'u habitur se nga mosha 6 vjeçare ka mësuar të luaj violin, kështu duke mësuar edhe piano dhe gitar. Është ky Mark Marku i cili shkoi në Kroaci në kërkim të mundësive më të mira për studim në violin, por ka gjetur më shumë se kaq. Prizrenasi tashmë është bërë i famshëm në fqinjin e dytë perëndimor të Kosovës. E njohim të gjithë si talenti që shkëlqeu në edicionin e vitit të kaluar në Kroaci, në kërkohet një yll. Media në Kroaci po japin aq shumë hapësirë sa Marku ka filluar të bëhet një idhull i vërtet i tyre. Nuk po premtoj, nuk po them kurrë se kom qenë shumë shpejt se kom shumë obligime rreth shkollës. Jo vetëm lokalet mbushen me njerëz kur ai ka për të kënduar. Marku ka arritur të performojë edhe para një publiku më të gjerë. Në vendet më të frekuentuara në Kroaci, gjatë verës së kaluar, ai ka kënduar para më shumë se 10.000 adhuruesve. Më thonë 10.000 veta kanë qenë koncert, po nuk kam qenë në qato koncert, nuk kam qenë unë i vetë një këngëtar. Po ajo ka qenë domethënë si një akull, cilën unë e kam thy një barikadë për me më pa edhe gjeneratat domethënë pak më të vjetra, të cilat nashta nuk e kanë përcjellë shohun ose nesër tjetër. Përveç angazhimeve të shumta në shkollë dhe aktiviteteve për këndim, ndan edhe një kohë për intervista, gjithmonë në bashkëpunim me menaxherët e tij. Në studio nuk kam pasur shumë kohë për më nejt, domethënë gjatë gjithë kohës së studio, e kam studio në dhomën teme tash ku banoj për momentin. Edhe shumicën e kohës kur e gjoj, domethënë një hapësinë të lirë, ose flej ose knoj, ama më shumë knoj. Marku tashmë ka edhe stilistin e tij, i cili përkujdeset për pamjen, nuk e përjashton faktin se për garderob është furnizuar edhe në Kosovë. E ajo që ka na ra në sy ishte vetulla. S'kom fajve në për vetull më kanë prej ata. Për stilin kur deri tash është kujdes një domethënë stilist, njëri prej më të njohurve, Marko Grubić, modni mačak i thënë aty, maçor i modës, shqip me bëkthi. Është shumë stilist i mirë, edhe në sport për ne kanë vesh me tesha të mira dhe nuk më kanë prikë shefin. I kom pas këtë farmekat që i kom pas farmekat për Kosovës. Një gjë interesante na ndodhi kur ne kërkuam në mediumin YouTube një këngë nga Mark Marku. Përveç këngëve në gjuhën angleze e kroatisht, ne hasëm edhe në një këngë shqip. Është këngëtar, këndon shqip, po ashtu ka vijuar mësimet në shkollën e ulët të muzikës. Edhe ky e ka emrin Mark Marku, por jo nga Prizreni. Ai është nga Gjakova. Dashnisë së fshet është ky klipi i tij i cili ka realizuar. Ai një Mark Marku. Mark Marku? Një. Mark Marku është një shok që ne kam njoftu gjatë shohut kur ka marrë pjesë, është një djalë domethënë i cili jeton ndokët në Vjenë, në Austri. Edhe ai më ka emëruar përmes internetit, edhe ka gjetë kontaktin tim që më ardhmë me qenë mysafir aty në show. Të unë edhe ai tash po merret. Ai u mor prej vëzhlimit, domethënë më kanë. Nuk e di sa veti ka marr, po tash kom di që e kom pa në YouTube se ka qit një këngë dhe këtë po bënoj tash, do po bënoj se jo unë ai, do po bënoj se jam unë ai. Ai unë çështu. Jam bërë gati 3 vite që tashmë Marku jeton në Kroaci, po sa e përcjell showbizin kosovar. Ku banoj edhe në rrethin ku jetoj, domethënë nuk kam çast shumë kohë për edhe më kohë në internet. Për pas, domethënë që kontaktoj me Skype me prindë edhe me shok.
po i kom dy motra këtu, cilat jetojnë tamam tinegjera dhe ato tonë kohën më qojnë linka për me i po, kush është. Nuk jam bashnaut, e për cilë deri diku. Përveç muzikës pop që ai tashmë këndon, duke ditur që është rritur në frymën e muzikës qytetare dhe muzikës së pastër popullore shqipe, Marku ka edhe preferencat për këngëtarët tonë. Në Kosovë edhe në Shqipni ka hyj shumë elektronika, a unë shumë elektronikë nuk e du. Unë e du ma shumë muzikën live edhe me pas muzikë mirë për më bo. Këngëtari i cili për mendimin tem i ka majtë dhe me thonë gjatë ton kohës nuk e ka trathu muzikën cilën është marrë aj, për mu është Sinan Vasaliu, aj pre fillimit që ka fillu me marrë me qatë muzika, halon nuk e kalon, kështu që une jo për shkak tegos, po edhe për shkak që është një muzikant i mirë, kësha pas shef me bo një kongë me të taman shqip. Sa i përket këndimit, deri në muajin qershor, Marku nuk do e shohim shumë të angazhuar, nga se ai është i përkushtuar rreth studimeve. Tashmë këngëtari është në mbarim të shkollës së mesme në Degëm Violin dhe së shpejti do të diplomojë edhe në drejtimin menaxhiment dhe turizëm. Në plan është albumi, për me bo albumi, domethënë gjithmonë mas pari në gjuhën kroate, i cili ka me qenë i lancum janë televizionet e Kroacisë të cilat i përcjellin, nuk e di, Republika e Bosnë e Hercegovinës, Slovenia, Serbia, atëherë i përcjellin janë televizionet përbashkëta, që kanë vetëm muzikë, 24 orë muzikë, edhe këngët e mia unë shpresoj se kanë më konë të lancumen ata. Edhe pse mos me tek e fundi me përfaqësu, domethënë unë si Mark Marku, për Kosovës me përfaqësu në çato televizione, një shqiptar me muzikë të mirë, me më dëgju edhe të tjerë. Mark Marku tashmë çdo herë më shumë padurohet, jo vetëm nga kroatët, por edhe nga shqiptarët. Ai është në kërkim të një partneri i cili do të udhëheqë në trojë shqiptare, duke marrë parasysh edhe diasporën. E gati haruam, për gjithë ju adhuruese, Marku është beqar. Për prive, po këndoj një kongë cilën e kam shumë, domethënë kongën më të preferuar të temën bashkë në gjuhën shqipe. Kure për qolla hilberin ktheva hyranot, kur ja pashman zerën varun ja lava me lot. Mos e loj me lot moj zane, mos e loj me lot, se shkon viti par moj zane, por si dita sot.